طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jemi tek libri i Ibn Qayyimit, mjekësia e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kemi filluar me shpjegu për hijamën. Kemi arritur tek udhëzimi i pejgamberit alayhi salatu wasalam në kohën më të mirë të kryerjes së hijamës apo të kupave. Hijami vllazni është me hek nëpërmjet kupave gjakun prej trupit, apo sidomos gjakun sipërfaqësor. Nuk është ajo që nëpërmjet damarëve që hiqet nëpërmjet enëve të mëdha të gjakut, po nëpërmjet vendeve sipërfaqësore. Bëhet nëpërmjet prerjes me zhilet, prerje të lehta, më thonë diku 1 milimetër, edhe tërhiqet gjaku qoftë nëpërmjet pompave, qoftë nëpërmjet zjarrit. Apo ka gota të posaçme, edhe merr zjarrin e çet këtu dhe e vendos tek trupi apo tek lëkura dhe ajo e tërheq gjakun. E sonte do të flasim për kohën, kur është më e mirë koha për më bë hijamja. Ka kohë të veçanta, sipas sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam, është më mirë po do të thotë që përveç këtyre kohëve, përveç këtyre ditëve, nuk lejohet me e bë hijamën? Jo, lejohet edhe në ditë të tjera. Por se ajo që është më e mira, ka në hadithet të pejgamberit alayhi salatu wasalam, hadithi është në Tirmidhi. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ditët më të mira, të cilët mund t'i bëni kupat, janë dita 17, 19 edhe 21. 17, 19, 21. Më thonë hijri, ditët hijri, muajt lunar, muajt hënor. Më thonë 17, 19, 21, ka në hadithet të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Enes radhiyallahu anhu thot, pejgamberi sa ka bër kupa mes dy shpatullave dhe thot 2 damarëve të qafës këtu, apo thot në datat 17, 19 edhe 21. Po ashtu në Sunenin e Abu Davudit nga Abu Huraira, hadithi marfu që është ngritur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot për këto që bën kupa në datat 17, 19, 21, ato janë shërim për çdo smundje. Dhe thot çfarë? Kuptimi është për çdo smundje që shkaktohet nga gjaku. Është fjala që shkaktohet nga gjaku, do thotë nëse bën hijami apo kupat, nëse tërhiqet gjaku, është shërim për çdo smundje. Këto hadithe që tregojnë kohën më të përshtatshme të kryerjes së hijamës janë në përputhje të plotë edhe me qëndrimin e mjekësisë. Dhe thotë njerëzit e saj mbi këtë çështje, ata janë mendimit se koha më e mirë për hijami janë pikërisht këto ditë pas mesit të muajit hënor, apo për shkak të gjakut. Dhe thot çfarë? Dhe pikërisht ditët e përmendura. Kjo është më e mira se hijamja në fillim të muajit apo në fundin e tij, por nëse nevoja kërkon, lejohet me bë edhe gjatë ditëve të tjera siç tham. Po ashtu Khalali tregon se Ismet ibn Isami ka përcjellë se Hambeli ka thënë Ebu Abdullah Ahmed ibn Hanbeli bënte hijame në çdo periudhë dhe në çdo orë që ndinte tensionin e gjakut të ngritur. Nëse keni tension të lartë të gjakut, është e indikuar që me e bë, domethënë hijamen. Është mirë kush e ka tensionin e lartë, hipertensionin, me e bë, do thotë hijamen. Autori i librit Kanunet Tëb thotë koha më e përshtatshme për hijame gjatë ditës në orën e 2 ose të 3 të saj dhe pasi të kemi bërë banje. Megjithatë pas banjes duhet të presim pak rreth 1 orë a diçka më tepër. Domethënë bëjmë banjo, atëherë pas 1 ore mundemi me bë hijame. Tash unë përmenej pse bashkë ka thonë këto pas banjës. Sepse kur të bën me ujë të nxehtë banjo, enët e gjakut ka vazodilatacion, ka zgjerim të enëve të gjakut. Kur ti bën tush. Dhe për atë arsye tërhiqet edhe më shumë gjaku. Me bë ujë të ftoft, ngushton enët e gjakut. Domethënë duhet me pas kujdes. Hijamja pas ushqimit është e papëlqyeshme. Vëre disa kanë thonë është smundje. Hijamja në stomakun bosh është shërim. Mirë, po nëse han që tash, kur ty të lejohet me bo hijame mas 3 ore diku.
Mas 3 ore që stomaku pak a shumë do thot mu hek ushqimi nga stomaku. Pastaj thot e kam pyetur Imam Ahmed ibn Hanbelin në cilat ditë të javës thot nuk e lejon hijamen, ajo është përgjigjur në lidhje me këtë pyetje, unë nuk di që në hadithe janë përmendur e shtuna dhe e përkura thot. Mirë po thot, po në të njëjtin libër thuhet se Husein ibn Hasani e ka pyetur Imam Ahmedin se në çfarë dite është hijami e papëlqyeshme, ai ka thënë ditën e shtunë dhe ditën e mërkurë, e disa thonë se edhe ditën e premte. Apo ditën e premte. Po ashtu hijami është e lejueshme për ata që janë në ihram, edhe nëse kjo mund të kërkoj që një pjesë të flokëve të ruhen. Edhe kur je në ihram, ihrami është për dini kur ta veshish ato për në haç që veshish atë peledrinën e bardha. Po, hijami është e lejueshme edhe për agjërusin. Thot në Sahihun e Buhariut është rëfimi se pejgamberi sa e ka bërë kur ka qenë agjërushëm. Pse tash komentin do ta shtjellim inshallah taala se për çfarë agjërimi ka të bëj, a ka prish agjërimin as e ka prish, a u kon farza u kon nafile. Hadithi më i saktë që sjellim ata që pretendojnë se hijamia e prish agjërimin është thot se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bëri kupa kur ishte agjërushëm. Por ky hadith nuk tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e prishi agjërimin, dhe as që nuk e prishi atë. Që të pretendojmë se ky hadith tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e prishi agjërimin, duhet të plotësohen këto 4 kushte. Tash 4 kushte i kallzon për këtë gjë. Të kemi dëshmi se agjërimi i tij është fars, i llojit fars. Se kanë thonë e ka bë hijamen duke qenë agjërushëm. Që i bia e prish as e prish tash. Ka qenë agjërushëm, por nëse e ka bë ju ka prish. Se ka hadithe që thuhet që prishet apo. E tash kushtet po i tregoni Ibn Qayyimi. E para thot, a ka qenë në fars, nuk kemi dëshmi, a ka qenë në fars apo nafile. E dyta, të ketë prova se ai gjatë kohës kur agjëronte dhe bëri hijamen ishte jo në udhtim. Sepse në udhtim lejohet me prish, apo. Pastaj thot, të ketë prova se ai nuk ishte i sëmur, që kishte nevojë për hijame. Të ketë prova që hadithi pejgamberi alayhis salam bëri hijame kur ishte i agjërushëm është më i vonshëm, domethënë hadithet pedeni që dispozitat fetare kanë edhe shkencën e derogimit, nasih mensuh, e derogimit, anulimit të një dispozite. Thot e prish agjërimin ai që bën hijame dhe ai të cilit i bëhet hijamja. Hadithi. E prish agjërimin ai që bën hijame edhe ai që ja bën hijamen e prish thot. Domethënë ky hadith kur është apo përpara kësaj apo mas asaj? Ktu ka hilaf. Nëse këto 4 kushte vërtetohen, vetëm atëherë mund të themi se pejgamberi sa edhe pas hijamës nuk e prishi agjërimin. Në të kundërtën prishet agjërimi. Në fakt është i pamundur vërtetimi njërit prej tyre e aq më pak i 4 kushteve. Nga mësimet e këtyre haditheve mund të përmendim gjithashtu. Pagesa e mjekut për punën e tij është e lejueshme, domethënë ai i cili bën hijame duhet t'i jepet do thot pagesa e punës që e bën në përfundim të punës dhe pa rënë dakord fillimisht për çmimin e shpërblimit. Ati jepet sipas traditës, por apo aq sa të kënaqet. Domethënë sa është për shembull në mas, sa mund të jetë një kontroll e mjekut apo ku e diunë që secili e din prej nesh apo edhe ja jep atij personit që bën hijamen. Nxjerrja e fitimit nëpërmjet hijamës është e lejuar thot. Pejgamberi i dha atij që i bëri hijame hakun dhe nuk e ndaloi nga përdorimi i asaj pasurie. Nuk e ndaloi nga përdorimi i asaj pasurie. Edhe pse pejgamberi sa e ka quajtur jo të këndshëm, habith. Habith i ka thonë. Parja i kësaj është habith i fllëqt, jo e këndshme. Çish me kuptu tash këtë habith? Për punën e marrjes paras nga hijamja. Dhe thot çfarë? Ky është një lloj si përcaktimi që ai i cili ka për hudhrën dhe qepën, kur ka thënë që ato janë të jo të këndshme, të pista, era ju vjen e keqe. Cilësim ky që nuk tregon se ato janë haram. A pi kuptoni? E ka përmend që mos hani ku të shkoni në xhami se era ju vjen e pist, është e keqe. Mirë po, a do të thotë që është haram mi përdor këto? Jo. Mund të jetë e papëlqyeshme ku të shkon në xhami, por në esencë to janë të lejuara. E njëjta gjë është se një më është ku të nxjerrësh gjakun dikujt, fllliqesh e ku e diun, është një lloj si, domethënë pa pastërtie apo ku e diun, ti gjakun mja pastrue me preje, është një farë procedura aty, apo
në operacione, ku e diune, ka procedurë këtu, për atë arsye dhe e ka qujtë khabith. Domethënë, është e fllishtë dhe jo e këndshme. Tani udhëzimi i pejgamberit alayhis salatu wassalam për kurimin me shpim të damarve apo djegje. Kauterizim që e thënë. Më thonë kauterizimi për dini me djegje që bëhet, që ndalen gjakderdhet me djegje. Prej Gjabir ibn Abdullahi transmetohet saktësisht se pejgamberi sallallahu i dërgoi Ubej ibn Ka'bit një mjek, i cili e kuroi atë duke i shpuar një damar dhe më pas me djegje kauterizim. Më thonë, me djeg, më thonë, mja hek infekcionin apo mja nal gjakun. Kur Sa'd ibn Muadhi u plagos në lërën e tij me shigjet. Me shigjet u plagos. Pejgamberi alayhis salam ja dogji një herë plagën. Pastaj ja dogji për së dyti, por ajo ju ajt edhe ju infektua. Thot, në një tjetër transmetim thuhet se pejgamberi alayhis salam ja dogji plagën në parakrah me majën e shigjetës, apo e futi në flak edhe me majën e shigjetës e preki në plagë. Por më pas Sadi, vet ose ndonjëri nga shokët e tij e dogji atë përsëri, prapë boni. Sipas një varianti tjetër, një ansar u plagos në lërën e tij me shigjet dhe pejgamberi sa urdhënoi që të digjej plaga. Që kur digjet plaga nalet edhe gjaku, apo? Në si lloj kepje i bjen ajo. Më thonë si lloj kepje. Ebu Ubejdi ka treguar se kur një person i plagosur u solte pejgamberi alayhis salam, ai urdhroi që atij t'i kauterizoi plaga dhe mbi të pastaj të vendosin gurë të nxehur. Gurë të nxehtë mjaçit për mi. Po ashtu, dhe ky transmetohet prej Ibn Mesudit, një grup burra shkuan te pejgamberi sa dhe i thanë: "O i dërguari i Allahut, njëri nga shokët tan është i smurdhët." Dhe thot, ata mjekoj me djegje, pejgamberi sa heshti për pak kohë. Pastaj tha: "Në doni kauterizojeni, në doni përdorni gurë të nxehtë. Ndash kauterizojeni, futeni, ama thon, brenda tek plaga, si me zjarr, ndashit merreni gurë të nxehtë dhe qitni te varra." Këtë ditë e ka nxjerr edhe Tahaviu, por ai pretendon se kjo shprehje vjen në formë kërcënimi, domethënë edhe pse shfaqet si urdhër për të kryer diçka, ai në të vërtetë është një ndalesë e ngjashme me këtë është fjala e Allahut Azza wa Jall që u drejtohet mosbesimtarëve, thotë punoni çfarë të dëshironi se unë jam vështruesi i asaj që ju veproni. Kështu e kanë komentuar një pjesë e ulemave. Po ashtu në El Gjamiu të Imam Tirmidhiut, hadithi prej Enesit, thot se pejgamberi sa mjekoi, thot me djegje e Sa'd ibn Zurarën. Do thon me djegje. Por më përpara ne kemi përmendur hadithin e Sa'd ku Muhamedi alayhis salam ka thënë: "Unë nuk preferoj thot mjekimin me djegje." Hadithi është, nuk preferoj, po s'do të thonë që është haram. Nuk preferoj, po s'do të thonë që është haram. Ndërsa në transmetim tjetër thuhet: "Unë ndaloj umetin tim nga mjekimi me djegje tash, hala më shumë tash po shkon." Domethënë po shkon ka harami, se po thotë ndaloj. Hatabi thot, pejgamberi sa e kauterizoi Sadin për t'i ndaluar gjakrrjedhjen, sepse ndalon gjakrrjedhjen. Dhe për atë arsye ulemat pastaj çka kanë thonë, kur i kanë po gjitha këto hadithe, veprimet, ndalesa, ku e diune, nuk e parapëlqej, kanë ardhur në përfundim që kanë thonë që nëse nuk ki rrugdalje tjetër, atëherë bën nëpërmjet kauterizimit apo nëpërmjet djegjes. Mirë, po gjitha metodat tjera i përdor, nëse nuk ki tjetër metodë, atëherë bën këtë dhe nuk ka problem me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Pra ky ishte një rast urgjent që mund të çonte edhe në vdekje nga hemoragjia. Kauterizimin të tilla raste është i lejushëm, ashtu si mat që i pritet këmba ose dora. Sheni? Si jenë mal, nuk ki qysh mjanal gjakun, përveç se me kauterizim, me djegje. Atëherë djegja, a keni vret për shembull si letkoni që i ngjet canët. Edhe djegja ta ngjet lëkurën. Apo edhe hini, normalisht edhe hini. Pastaj thot ndalesa e mjekimit me djegje vlen për ato raste ku nëpërmjet tij kërkohet apo synohet shërimi. Madje shpesh herë arabët pandeknin për disa smundje se nëse nuk mjekoheshin me djegje, ato shkaktonin vdekjen. Kështu kanë menduar. Pikërisht për këtë pretendim të gabuar ka ardhur ndalesa. Nëse thu që kam shërim prej djegjes, atëherë nuk lejohet me menu kështu. Nuk lejohet me menu kështu. Ibn Kutejbe ka thënë, mjekimi me djegje është dy llojesh.
kur e bën ai që nuk është i sëmur, por që e përdor me qëllim që të parandaloj sëmundjen, pikërisht ky lloj mjekimi e cenon mbështetjen te Zoti. Dhe thot për këtë arsye është thënë se ai që bën mjekim me djegje nuk është i mbështetur tek Allahu subhanahu wa taala. Kauterizimi që përdoret për mbylljen e plagëve me hemorragji është gjakderdhje, hemorragji të madhe apo nga prerja e gjymtyre, në këtë rast ai sigurisht që është shërim, ndërsa në rastet kur përdorimi dhe mos përdorimi i kauterizimit është pothuajse një lloj, atëherë nuk lejohet, nuk është e pëlqyeshme me e bë. E bën, nëse bën nuk ka shumë rëndësi përderisa i ki mjete të tjera që e bën përveç kauterizimit. Në hadith të saktë thuhet, do të jenë 70.000 njerëz thot. Do të jenë 70.000 njerëz që do të hyjnë në xhenet pa llogari dhe pa dënim. I s'ka me dhënë llogari, drejt në xhenet ka me shku. Pra ndo çfarë shpërblimi i madh. Thot këta janë ato të cilët nuk ju kërkojnë të tjerëve mi bë rukje. Nuk kërkojnë për tjerëve me bë rukje. Edhe thot çfarë nuk kauterizohen, nuk bëjnë me djegje. Nuk besojnë bestytni të kota. Apo këto një bestytni që janë të natë përhapura. Edhe që vetëm Zoti të tyre i mbështeten, që ta janë ky grup që ka me hinë xhenet pa dhënë llogari dhe pa dënim. Direkt në xhenet ka me hinë. I mbështeten vetëm Allahu subhanahu wa taala. Nga dëshmitë e mësipërme kemi përfituar disa të dhëna. Pejgamberi alayhis salam ka ushtruar mjekimin me djegje. Ai nuk e parapëlqente atë. Ai i ka lavdruar ata që nuk e ushtrojnë mjekimin me djegje. Thot ai e ka ndaluar atë. Kemi 3 sene që i kuptuam nga hadithet. Veprimi i pejgamberit alayhis salam tregon që kjo është një vepër e lejueshme nga sheriati, jo haram në mënyrë të prerë, qat'i e prerë. Fakti që nuk e preferonte atë nuk tregon se kjo metodë është e ndaluar që të ushtrohet. Dhe thot lavdrimi atyre që nuk veprojnë atë tregon thot se braktisja e saj është më e mirë. Mirë po jo për ta parandaluar një sëmundje të caktuar me menu. Dhe për fund e kemi edhe çështjen e epilepsisë. Çështjen e epilepsisë. Thon shumica, jo shumica, por krejt e dini se çfarë është epilepsia dhe çfarë shenja ka, apo dhe epilepsia ndahet në 2 lloje. Epilepsia që është prej gjinëve dhe epilepsia që ka probleme me trurin. Në 2 sahihet është hadithi prej Ata ibn Ebu Rabahës që tregon, një herë Ibn Abbasi më tha, atë të tregoj një grua prej banorëve të xhenetit, tha. Po i thash, ai tha, kjo grua zezake shkoi një ditë te pejgamberi alayhis salam. E kishte epilepsin dhe i tha, kur më zë kriza e epilepsisë, mu më zbulohet trupi. E hupi vetdijen edhe zbulon, apo? Dhe thot çfarë? Thot lutë Allahun për mua që të më shëroj. Ai tha, nëse dëshiron, bëj durim dhe kështu ty të takon xheneti. Shkoi gruaja, e smut, te pejgamberi alayhis salam. E lutë ja Resulallah, lutë Allahun që të më shëroj. Nëse kishte me lutë pejgamberi alayhis salam Allahun azza wa jall, Allahu xhel kishte më pranuar tuan. Lutjet e pejgamberëve të pranuara. Atër çka i tha Muhamedi alayhis salam? Nëse dëshiron unë mund ta lut Allahun me të shëru. Por thot nëse bën durim, thot ty të takon xheneti. Nëse bën durim, ty të takon xheneti. Atë do të bëj durim tha. Tha gruaja do të bëj durim. Por mua më zbulohet trupi, prandaj lutë Zotin që të mos zbulohem spaku. Kur unë e humbi vetdijen në ato momente, epilepsia, kur më kap, sulmi i madh, kur më kap, unë e hupi vetdijen edhe po zhvishem, dhe po mjen turp. Atë lutë Allahun që unë spaku mos më zhvesh gjatë asaj, domethënë atij sulmi. Dhe normalisht Allah subhanahu wa taala e pranon këtë dua. Epilepsia, siç tham, është nga 2 llojesh. Është 2 llojesh. Fatkeqësisht, disa prej mjekëve ateist që si besojnë në fesë, nuk e besojnë këtë pjesë të epilepsisë. Nuk e besojnë. Realisht ekziston kjo. Bile, ata të cilët betohen në betimin e Hipokratit, dhe Hipokrati e ka trajtu, po e ka besu këtë si epilepsi e shpirtave të këqinja. Ju që betoni në betimin e Hipokratit, mjekët, ja ku e keni babën e mjekësisë që i thënë Hipokrati, ai e ka besuar këtë. S'keni ku shkoni. Ai një më të meqëm se Hipokrati, ai e ka besuar këtë.
Se këtyn ateistëve duhet më ia dhon një jo musliman apo një kafir apo një kuediune, më ia dhon edhe më thon që ky ju ka kundërshtu juve dhe ju ka thonë që ekziston. Thot çka epilepsia është shkaktuar nga ndikimi i shpirtave të këqinjeve toksor, gjindëve e para. Thot epilepsia e shkaktuar nga shkatrimi i lëngjeve themelore, shkatrim humoral të trupit. Është pikërisht ky lloj për të cilin mjekët shohin mundësinë e kurimit. Më thonë, nëse është ky lloj i dytë, atëherë japin barna të caktuara dhe me lejen e Allahut subhanahu wa taala lehtësohet, apo pse disa prej mjekëve kanë thonë që kjo nuk është e shërueshme, sipas autorit të librit kur është shkruar atëherë, apo. Për sa i përket llojit të parë, ekspertët e mjekësisë e pranojnë atë dhe nuk e mohojnë. Ata e pranojnë se mjekimi i këtij lloji mund të arrihet vetëm duke gjetur mënyrën për t'ju kundërvënë shpirtave të këqinjve, gjinëve. Njerëzit që kanë studiu, po qoftë edhe nëse nuk janë musliman, që kanë hulumtu gjendjen, e sidomos sot me EEG apo me gjitha ato diagnostifikimet, me gjitha analizat që i bëjnë, njëri më koni çmendur e mos me besu që ekziston epilepsi që është edhe prej gjinëve. Thot çfarë? Kjo bëhet e mundur duke marrë masat e nevojshme që mundsojnë afrimin e melajkeve. Normalisht, kur me një vend, me një ambient, është prezenca e melajkeve dhe ti i bën ibadet Allahut subhanahu wa taala, largon shejatinët, largon gjinët, atëherë normalisht që prezenca e melajkeve bën që shejatinët mu largu nga personi që është sulmuar. Edhe personi mu shëndosh me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Edhe Hipokrati e ka pranuar një mënyrë të tillë kurimit të epilepsisë në disa prej librave të tij. Dhe thot, ai pasi përmend disa mjekime për epilepsin, thot, shiko çfarë thot. Këto ilaçe shërbejnë vetëm në rastet e epilepsisë që shkaktohen nga çrregullimet, do thot humorale apo shkaqe fizike, thot. Ndërsa epilepsia që shkaktohet, thot, shiko, nga ndikimi i shpirtrave të këqinje, nuk mund të mjekohet me të tilla ilaçe. Bitte, u kry. Po thot Hipokrati, babai i mjekësisë. Po thot që ekziston edhe epilepsi prej shpirtrave të këqinje që ne ju themi gjin, apo gjinët. Ndërsa mjekët e paditur të ult dhe të rëndomt e mohojnë mundësinë e epilepsisë që shkaktohet nga ndikimi i shpirtrave të këqinje toksor, gjindët. E mohojnë sepse kanë averzion ndaj fesë. Dhe e shohin prolla, Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e shohin si prolla. Dhe për atë arsye nuk e kanë studiuar çështjen fetare dhe i mohojnë, do thot, gjinët apo botën gjinore. Megjithatë, shkaku i këtij mospranimi është vetë ignoranca e tyre e thellë, sepse mjekësia e vërtet nuk e mohon mundësinë e ndikimit të shpirtrave të këqinje dhe krijesave të tjera. Realiteti dhe shqisat dëshmojnë për këtë fakt. Ata mundohen të përkufizojnë shkaqet e kësaj smundje vetëm në llojin e dytë, pra në shkatrimin dhe çrregullimin humoral, por ky është një përkufizim që bie ndesh me fakte dhe përvojën. Sa është vërtetu. Mjekët e lashtë këtë lloj epilepsie shpesh e quanin smundje hyjnore. Ata e kanë ditë, e kanë vërejt. E kanë vërejt që është smundje jo fizike, apo siç është lloji i dytë. Dhe pohoni se ajo shkaktohet nga ndikimet emocionale dhe fizike të shpirtrave të njeriut. Ndërsa Galeni, çka thot, është njëri nga ata që këtë qëndrim të mjekëve të vjetër e ka shpjeguar sipas mënyrës së tij. Ai pretendon se është quajtur smundje hyjnore sepse ajo e godet të trurin, i cili është organi më i rëndësishëm që kontrollon proceset e vetëdijshme dhe të pavetëdijshme. Subhanallahu, para sa shekujve Ibn Qayyim çfarë trajtimi po bën. Pastaj thot, mjekët laik mbrojnë me kokë fortësi mendimin e tyre se epilepsia shkaktohet vetëm nga shkatrimi dhe çrregullimi moral, që është vetëm një lloj epilepsie është edhe nuk ka prej gjinëve. Megjithatë, çdo njeri që ka pak mend në kokë mund ta dallojë lehtë ekzistencën e shpirtrave të tillë dhe ndikimin e tyre, dhe më tej ai me siguri do të tallet me këto pojime të pabazat mjekëve dhe me dobësinë e argumenteve të tyre. Po ashtu e kemi tash trajtimi i epilepsisë që shkaktohet nga ndikimi i shpirtrave të këqinje. Bukur. Në kurimin e këtij lloji ndikojnë dy faktorë kryesor. Sa faktorë ndikojnë? Ndikojnë dy faktorë.
Nga njëra anë është ndikimi i sjell nga veti smuri. Ky ndikim varet nga besimi dhe vullneti i tij për të marrë kontrollin mbi çrregullimet e veta emocionale. Ai duhet të jetë i sinqert me përkushtim ndaj Allahut subhanahu wa taala, të kryejë ibadetet dhe me lenë Allahut subhanahu wa taala duke bërë dua apo duke u ngritur në pjesën e tretë natës, të bëj dua, të bëj namaz dhe me gjithë shpirtin e tij. Nga ana tjetër është ndikimi që sjell mjeku, doktori, edhe ai duhet të plotësoj dy kushtet e mësipërme. Në varësi të armës dhe forcës e besimit të tij, do të jetë rezultati i mjekimit. Ka pas raste kur Muhamedi alayhi salatu wassalam, çfarë i ka thënë? Ka godit në shpinë dhe i ka thënë ukhruj adu wallah. Dil o armik i Allahut. Ai ka thonë, i ka godit dhe i ka thonë dil o armiku i Allahut. Me bismillah ka thonë, apo la hawla wala quwata illa billah. Po ashtu thot ukhruj adu wallah ana rasulullah. Un jam rasuli alayhi salatu wassalam. Po ashtu ka qenë edhe një rast me Ibn Taymiyah në vllazni, keni ndëgju, apo thot kur dërgoi dikë te një person i smur me epilepsi, që ti fliste gjinit. Shehni sa Ibn Taymiyah e dërgoi një person edhe i tha shko te filania edhe thuaj afroju te vesh edhe thuaj që po të urdhnon Ibn Taymiyah me lshu kët person, me dal prej këtij personi. Thot shehu të thot që të dalësh jashtë, sepse kjo nuk lejohet. Dhe menjëherë i smuri çliroi dhe përmendej. Dhe thot kishte raste kur shehu fliste vet, por kishte raste kur gjindi që ndodhej brenda të smurit ishte i natçor dhe kokfort, saqë dhe shehu e nxirrte ato me çka? Me forcë edhe me rrahje. E goditte aq shumë në trup, saqë kur e humbte ai vetdijen, masi që u ngritte, u zgjonte nga vetdia, nuk e kishte ndier fare atë goditin që e kishte dhënë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah. Po kush e kishte një? E kishte një gjini që e ka brenda në trupin e tij. Para mendo veç një fjalë i ka thonë, thuj gjinit, afroju te i smuri dhe thuj, po të thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah me dal. Shtu pyetja pse? Sepse shejatinët gjinët tutën prej ulemave. Tutën vllazni. Thot më mirë mos të vjen ai afër meje. Mos të vjen afër e më lexuaj ajetet kuranore duke mbështetur Allahu subhanahu wa taala po më kall. Po më kallin ajetet kuranore apo po më shkatrojnë. Kështu që më mirë po largora se s'kom punën e që dal para Sheikhul Islam Ibn Taymiyah. Rasti është më konkret me Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu apo që shejtani e ka ndruar rrugën. Si e ka pa e ka ndruar rrugën. Qatë sa je alim i ditur, edhe sa je i mbështetur në Allah subhanahu wa taala, edhe e ki imanin e fuqishëm, qatë shejtani tutët piteje. Qatë shejtani tutët piteje. Na i shohim për shembull te disa që janë të ndikuar prej gjinëve, kur shkojnë për shembull te disa hoxhallar që janë të kapën në sunet pejgamberit, sa dridhen para se me shku. Kanë një lloj stresi, tutën, pse shejtani ju tutët mrena. Shejtani ju tutët mrena. Pastaj thot, kur smuri përmendej nuk u ndjente asnjë lloj dhimbje, thot. Dhe pse kishte ngrënë goditje të shumta, këtë kemi dëshmuar shumë herë. I mshonte, godiste, dhe në fund kur u zgjonte masi dilte gjini prej trupit, ai thot nuk e mirte vesh, hiç nuk e kishte një atë goditjen që e kishte goditur një person që lexonte Kur'an. Pastaj thot, ai shpesh lexonte në veshjen e të smurit ajetin 115 në suratul Mu'minun, a menduat se ju krijuam kot dhe se ju nuk do të ktheheni te ne? I thoshte gjinit. A menduat se jeni kriju kot edhe nuk keni mu kthy tek Allahu subhanahu wa taala te ne? Me çet ajeti godiste gjinët që domethënë ju bënte rukje Sheikhul Islam Ibn Taymiyah. Shehu më ka treguar se një herë kur po ja lexonte këtë ajet, një të smurit gjindi që ishte brenda atij tha me një zë të mekur dhe të zgjatur, tha, po, aja tha këta jetë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, çfarë i tha, a menduat se ju krijuam kot që ka thonë Allah, dhe nuk keni mu kthy tek ne? Gjini prej trupit. Ka raste, për shembull, femën është, dhe hub vetdijen gjatë leximit të Kur'anit, ja nisë flet një zot mashkullit. Dhe ti e vrin që është gjine. Se s'është zoni i saj. Zoni sa ajo veç e ka u vetdijen. Edhe del gjini flet nga trupi, edhe çfarë
Edhe thot po e zgjat punë, apo përgjigjen pozitive. Atëherë shehu, si që tregon vetë, mori një shkop dhe filloi ta godiste. Mori një shkop dhe filloi ta godiste në damarët e qafës, aq sa ju lodhën duart nga goditjet. Sa që na menduam vdiq ky personi ma. Ky mos s'ka më qumë. Se çto i goditi, unë po e shpjegoj këto s'pjo thëm tash, njerëzve shkoni godit një jo. Se nuk është e lehtë kjo punë. Unë pjo thëm që ka bo Shekull Islami Ibn Taymija edhe ai ka pas përvojnë këtë çështje, nuk po thëm tash me shkryu ku tashin i dikonin që ka gjin edhe me t'i hin shkop e me t'i hin këtu. Po, ne bezboll në sen edhe me ta lon mo. Po, ka gjetaj pikën aty ku s'dëmtohet. Edhe çfarë? Thot, asnjë nga të pranishmit nuk dyshonte se i smuri tashmë duhet kishte vdekur nga ato goditje. Edhe thot, çfarë gjatë goditjeve gjindi thoshte, unë e dua atë. Piskatte. Që ka raste gjini dashurohet tek mashkulli. Gjini femën dashurohet tek mashkulli, po e kundërta, gjini mashkull dashurohet tek femna dhe selem u martu femnën. Tamam i bëhet puna, selem u martu. Këti sillën e sabit taps nuk e le. Domethënë, gjini u dashuru, thot, unë e dua ato. Shekull Islami Ibn Taymija thot, po ky s'po të dëm ty. Ky s'po të dëm ty. Fol. Pastaj thot, ndërsa shehu ja kthen, ai nuk të don ty. Unë e dua që ta bëj haxhin së bashku me të. Ai nuk do me kry haxhin bashkë me ty. Se ka dhe musliman zullumçar që janë. A bëjnë muslimanët zina? Po. A bëjnë musliman zina? Po. Edhe gjini, femën dashurohet një mashkull apo e kundërta. Edhe thot musliman jam unë, ky musliman, edhe unë po fala bashkë me ta. Mirë, po nuk e din që kjo zullumi të i boti njerit. Të zullumi të i bot, del prej njerit se zullumi të i bot, jetu e lodh njerin. Qërë para më në, kjo për thotë unë du me bo haxhin me ta, për du me shku në haxh. Se musliman është. Mos më konë musliman është diçka tjetër, apo që ti me bo kryqja sene, se ka gjin krishter, gjin jahudi, gjin politeist, ko e di unë e plot, ki shqiptar që si, gjin shia, ki plot që si qafira që i ki shqiptar, për shembull që si jo, që luftojnë anti-islamista, një zot e di çfarë gjini ka. Një zot e di çfarë gjini ka, vllai. Ka në gjin që e urrejnë islamin, nuk e ka musliman. Ku ti sheti që shhedhin vner ndaj fes, ndaj islamit, shqip folza, a shiqare e vre. Po syti qelin i bëjnë skuqën syt, e shet që është ndikimin e gjinit ai. Një Allah e den në gjin argentinasa, braziliana, një zot e di pikohet e ka atë gjinin. Që i sulmon njerëz, që i sulmon musliman. Më thonë, ajo shiqare shijet, dalin prej sistemit, dalin, apo? Pastaj thot, unë po e lë atë për hir tëndin, qërë lojën e gjinit. Thot, unë po e lë, se s'ka shka me bo. Shekull Islami Ibn Taymija përbara. Unë po e lë për hir tëndit. A di që e thot Shekull Islami? Jo. Thot, do ta lësh në emër të bindjes ndaj Allahut dhe profetit të tij. Atëherë thot, po dal prej tij. Edhe dal. Se don me shtin shirk Shekull Islami Ibn Taymija. Unë po dal për hir teje. Jo, thot Shekull Islami Ibn Taymija. Për që ato, shumë du të me pas kujdes rrugë e gjiu. Është një rrugë shumë rrezikshme, se të mashtrojnë shejtanët. Kam përvojë o yvja, përvojë kanë ata. Thot unë po dal në emën tondin, për hir tondi, jo, për hir tamin, jo, për hir të Allahut subhanahu wa taala. Në këtë çast i smuri u ngriti ndej dhe filloi të vështronte i habitur majtas edhe djathtas. Çora ne ek çirkni. Kush më ka pru më këtu? Ka jo më në këtu. A ki bërë në herë, kur ta upish vetë dijen edhe kur qosh në spital, kush më bruni me në spital mu? Edhe a i ka thonë, kush më bruni më këtu? Gjatë dek i ka ungër. Pastaj, thot, kush më solli mua këtu të shehu? Njerëzit i thanë, a nuk kujtohet gjë? Gjatë drungë që e hungra? Thot, a i tha, po, pse më goditi shehu, kur unë nuk kam bërë ndonjë gabim? Thot atëre, subhanallah, ai nuk dinte asgjë se çfarë kishte ndodhur dhe nuk e kishte ndier asnjë goditje. Kush e kishte ndier goditjen? Ai shejtani alayhi lana. Shpeshherë shehu e bënte terapin me ajetin Kursi, Suratul Bekare 255. Ai urdhëronte smurin me epilepsi, por edhe të smurit tjerë që të lexonin shpesh 2 suret e fundit, Felekin edhe Nasin. Siç kuptohet pra këtë lloj epilepsie mohon vetë sa ai që ka shumë pak njohuri edhe logjik. Dhe për fund e kemi epilepsia që vjen prej shkaqeve fizike tash, prej shkaqeve, prej gjinëve e trajtuam,
Tash e kemi prej shkaqeve fizike. Kjo lloj epilepsie tjetërson strukturën trupore dhe shoqërohet me spazm. Spazm është si shtrëngim, apo, të cilët pengojnë gjymtyrët nga funksionimi dhe lëvizja normale. Ajo shfaqet për shkak të grumbullimit të substancave të trasha në afërsi të trurit, të cilët pengojnë pjesërisht rrugët ose hapësirat cerebrale, rrjedhimisht zonat e trurit përgjithësisht për ndjesitë dhe për lëvizjet bllokohen e kështu me radhë. Ka dhe shkaqe tjera, siç është grumbullimi i gazrave të dendura, të cilat deri diku bllokojnë shpirtin, apo siç janë lëngjet e ndryshme. Truri nis e vuan nga spazmat për shkak të luftës ndaj substancave të dëmshme që e prekin trurin, edhe kjo shkakton pastaj epilepsin. Kjo lloj epilepsie shoqërohet me dhimbje të forta gjatë krizës. Kjo është një smundje kronike mjaft e vështirë për të kuruar, që zgjat me kohë, sidomos personi kur i ka mbi 25 vjeç ka lënë kriza të shpeshta. Hipokrati thot që epilepsia nuk shërohet deri në vdekje. Ka thënë Hipokrati. Nuk do me thonë që është e vërtet, sepse s'ka smundje që Allah e ka dërgu për vetë se, në me thonë e ka dhe shërimin e saj. Nëse u kuptua e gjithë kjo, atër mund të themi se krizat epileptike që godisnin gruan që shkoj të pejgamberi sësam ishin lloj të mësipërm, asaj pejgamberi ja propozoi dy mundësi. Nëse do me bo sabër, le të bane, ka xhenetin. Nga ana tjetër, ky hadith dëshmon se është e lejueshme heqja dorë nga mjekimi dhe kurimi. Nëse do me fitu xhenetin, me lenë Allah subhanahu wa taala, atëherë bën sabër, po s'do të thotë që mos të kërkosh kurimin apo shërimin, me lenë Allah subhanahu wa taala ta fitosh xhenetin nëpërmjet lutjeve e gjërave të drejtuara kërshi Allah subhanahu wa taala, deri në takimin e radhës me kurimin e nervit ischiatik. Nervit shiatik. Një nervi shiatik që është, edhe kemi disa trajtime interesante këto. Subhaneke Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërblet.